Me një atmosferë solemne dhe nëntinguj emocionesh e kujtimesh, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore mbrëm shënoi 20 vjetorin e themelimit. Të pranishmit patën mundësinë të ndjekin një film dokumentar që pasqyroi rrugëtimin 2 dekadësh të Odës, që nga themelimi i saj. Kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veriut, Nuhi Aliu, në fjalën e tij vlerësoi kontributin e institucionit në zhvillimin e biznesit dhe ekonomisë në vend, si dhe të gjithë partnerët. Ai, me bindje të plotë, thot se kjo odë tashmë është të bërë shumë më tepër se një institucion. Sot, pas 2 dekadash, mund të themi me bindje se kjo odë është bërë shumë më tepër se një institucion. Është simbol i qëndrueshmërisë, bashkëpunimit dhe suksesit të bizneseve tona. Gjatë këtyre viteve kemi kaluar sfida të shumta. Ka pasur periudha të vështira, pasiguri ekonomike dhe pengesa të ndryshme për afaristët tanë. Por, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore kanë qëndruar gjithmonë stoike. Tutje, në kuadër të kësaj mbrëmjeje jubileare, u ndan edhe mirënjohje për individ dhe partner që kanë kontribuar në rrugëtimin dhe suksesin e Odës ndër vite. Programi artistik vazhdoi me një performancë muzikore, ndërsa aktiviteti u përmbyll me hapjen e një ekspozite me piktura të realizuara për këtë përvjetor dhe një koktej rasti, ku të ftuarit patën mundësinë të bashkëbisedojnë dhe të ndajnë përshtypjet për këtë jubilej të rëndësishëm.